horoskopi numerologjik, çfarë rezervon shkurti 2026 për numrin tuaj të lindjes. Numerologjia ofron një udhëzim të personalizuar, duke përzgjedhur numra me fat bazuar në datën tuaj të lindjes, dhe për këtë muaj është koha të shikoni me kujdes numrin tuaj personal. Njerëzit ndahen në grupime të tilla: numri 1, të lindurit më 1, 10, 19, 28 çdo muaj. Numri 2, të lindurit më 2, 11, 20, 29. Numri 3, të lindurit më 3, 12, 21, 30. Numri 4, të lindurit më 4, 13, 22, 31. Numri 5, të lindurit më 5, 14, 23. Numri 6, të lindurit më 6, 15, 24. Numri 7, të lindurit më 7, 16, 25. Numri 8, të lindurit më 8, 17, 26. Numri 9, të lindurit më 9, 18, 27. Numri 1. Nëse keni lindur në datat 1, 10, 19 ose 28, ky muaj sjell një potencial të madh për të pasur besim të plotë te vetja. Nuk keni pse prisni mbështetjen e të tjerëve, thjesht ndiqni bindjet tuaja me një qetësi që do të detyrojë njerëzit t'ju respektojnë. Mjegulla e konfuzionit do të largohet sapo të filloni t'i besoni burimit tuaj të brendshëm. Numri 2. Për ata që kanë lindur në datat 2, 11, 20 ose 29, mesazhi kryesor është të hiqni dorë nga dëshira për t'i kënaqur të gjithë, sepse kjo do t'ju lodh shumë. Fokusohuni te bisedat e sinqerta në marrëdhëniet që kanë nevojë për qartësi. Duke u hapur me dashuri dhe qetësi, do të ndjeni se keni hequr një barë të madhe nga shpina, duke ruajtur paqen tuaj pa humbur veten. Numri 3. Nëse keni lindur në datat 3, 12, 21 ose 30, shkurti ju kërkon të çlironi çdo gjë që po ju pengon. Gjeni zërin tuaj dhe kthejuni kreativitetit. Edhe punët më të rëndomta mund të bëhen emocionuese nëse i bëni me stilin tuaj unik. Jini të vërtet me veten në karrierë dhe marrëdhënie, pasi kjo do t'ju sjellë një gëzim që zgjat. Numri 4. Për lindjet në datat 4, 13, 22 ose 31, është koha për të rregulluar gjërat, jo për të kërkuar perfeksionin. Pak më shumë rregull në jetën tuaj të përditshme do të ketë një efekt shumë qetësues. Përmirësoni sistemet tuaja në shtëpi ose punë dhe mos u humbisni në detaje të parëndësishme. Disiplina do të jetë mikja juaj më e mirë këtë muaj. Numri 5. Nëse keni lindur në datat 5, 14 ose 23, ky muaj është i dedikuar ndryshimin. Mos u përpiqni të kontrolloni çdo gjë, pasi planet mund të ndryshojnë paksa. Qëndroni të qetë përballë sfidave të reja në jetën personale apo profesionale. Lëreni intuitën t'ju udhëheqë dhe do të shihni se ndryshimet do të jenë në interesin tuaj më të mirë. Numri 6. Për ata që kanë lindur në datat 6, 15 ose 24, mund të ndjeni një barë më të madhe përgjegjësie për njerëzit e afërt. Sigurohuni që kjo të mos kthehet në disavantazhin tuaj. Mësoni të thoni jo me mirësjellje dhe kujdesuni për lumturinë tuaj, sepse vetëm kështu mund t'u jepni më shumë dashuri të tjerëve. Vetë kujdesi është detyrim këtë muaj. Numri 7. Nëse keni lindur në datat 7, 16 ose 25, duhet të ndryshoni perspektivën për të mbrojtur mendjen tuaj nga mbingarkesa emocionale. Rruga drejt zgjidhjes vjen përmes qetësisë dhe meditimit në vetmi. Paqja juaj mendore është suksesi juaj më i madh këtë muaj, ndaj dëgjoni zërin tuaj të brendshëm pa u shqetësuar nga zhurma e jashtme. Numri 8. Për lindjet në datat 8, 17 ose 26, fokusi duhet të jetë te progresi dhe jo te shpejtësia. Nuk keni nevojë të provoni vlerën tuaj me forcë. Strategjia dhe maturia do t'ju çojnë më larg se nxitimi.
Planifikoni me kujdes dhe prisni momentin e duhur për të vepruar. Suksesi do t'ju vijë përmes mençurisë dhe jo përmes presionit. Numri 9. Nëse keni lindur në datat 9, 18 ose 27, lëreni të shkojë çdo gjë që nuk ju shërben më. Mund të jetë një qëllim i vjetër, një marrëdhënie ose një peng i kaluar që po ju mban pas. Duke krijuar hapësirë të re rreth vetes, do të ftoni energji të freskët. Pranojeni ndryshimin me hir dhe falni kur zemra jua kërkon, kjo do t'ju bëjë të ndiheni të lirë dhe të fokusuar përsëri.